Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammad ibn Abdillahi al-Mabuthi, rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Allahun azza wa jalla falënderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në këtë ndeje, në këtë takim, do të flasim për sinqeritetin. Sinqeriteti që është baza e çdo adhurimi, themeli I çdo pune. Madje edhe kajmaku I çdo adhurimi, padyshim që është sinqeriteti. Me sinqeritet, për çdo adhurim kemi shpërblim tek Allahu te bareke ve taala. Kemi shpërblim te Allahu azza wa jall edhe kur e qëllojmë, edhe kur e gabojmë, kur e kemi qëllimin të sinqert që të arrijmë kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Andaj Allahu te bareke ve taala këtë adhurim e ka përcaktuar që të jetë adhurimi I zemrës. Adhurimi një zemre të pastërt e të çeltërt, e cila I drejtohet vetëm Allahut te bareke ve taala. Dhe ky adhurim është një raport që është I sinqert dhe I kullum vetëm mes robit dhe krijuesit vet, Allahut te bareke ve taala. Nuk mundet këto askush me ndërhy, as për ka e mira, as për ka e keqja. Ajo që është e çeltërt e pastërt për Allahun azza wa jall, për hir të fytyrës së Allahut te bareke ve taala, fal I kofshmi këtij Zotit të madh I cili na ka kriju. Andaj nga adhurimet kryesore që mvarën gjitha adhurimet tjera, qofshin ato mendore, qofshin ato të gjuhës, qofshin ato të gjymtyrave të trupit, qofshin ato edhe materiale, çdo send mvaret nga sinqeriteti I jon. Çdo send kthehet në zemrën tonë. Burimi dhe motori I çdo vepre tonë, çdo iniciative tonë, padyshim që është zemra. Nga zemra burojnë qëllimet tona dhe nismet tona. Dhe pikërisht nga kjo zemër buron edhe sinqeriteti, edhe niyeti I mirë. Por atë që du të përmendi këtu dhe të theksoj, se sinqeriteti kërkohet para se të fillohet puna, që është në fazën e niyetit. Sinqeriteti kërkohet gjatë praktikimit dhe zbatimit të asoj vepre që e kemi bën në jetë me sinqeritet. Sinqeriteti kërkohet edhe pas mbarimit të çdo adhurimi dhe pune dhe të mire që e bëjmë. Pra, sinqeriteti është diçka që mbetet mes robit dhe Allahut te bareke ve taala. Andaj, të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm gjithnjë dhe të pyesim veten, këtë vepër që jemi duke e bë, a e kemi për hir të Allahut azza wa jall? Kur flasim, a e kemi për hir të Allahut azza wa jall? Kur agjerojmë, a e kemi për hir të Allahut azza wa jall? Kur japim sadaka, a e kemi për hir të Allahut azza wa jall? Kur falemi, kur e vendojmë ballin në sejdë, ngadalë hoxha dhe ballin në sejdë, kur e vendojmë të pyesim veten, a e kemi për hir të Allahut te bareke ve taala? Nëse është përgjigja nuk e di, apo është përgjigja diçka ndryshe nga kjo, atëherë me do e mos duhet të rikthehemi dhe të rishikojmë sinqeritetin ton dhe niyetin ton dhe qëllimin ton, pse jemi duke praktikuar dhe zbatuar atë vepër. Wallahi, njerëz para Allahut te bareke ve taala do të dalin me vepra më të mëdha se kodrat e mëdha dhe më të mëdha që I njohim në këtë dunjë, por gjitha do t'ju bën plu dhe hi, shkaku I mungesës së niyetit. Andaj niyeti, sinqeriteti, për Allah e vetëm për Allah dhe vetëm për hir të Allahut azza wa jall mundohet të e bësh çdo vepër. Nuk është me rëndësi sasia e veprave që na e bëjmë, atë sa është me rëndësi themeli dhe burimi I veprave tona që I bëjmë. A burojnë nga një zemër e sinqert, a burojnë me sinqeritet që e kanë për qëllim vetëm e vetëm arritjen e kënaqësisë së Allahut te bareke ve taala, apo është për diçka tjetër. Andaj Allahu azza wa jall në faqen e parë të Kur'anit, siç edhe kur e çel Kur'anin, dhe në ajetet kuranore që lexojmë në çdo namaz, na përkujton dhe na thot: Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Thot Allahu Azza wa Jalla dhe na mëson, o Zot, vetëm ty të adhurojmë. Dhe vetëm ty të adhurojmë. Dhe çdo adhurim që e bëjmë, vetëm për ty e bëjmë. Dhe fjala adhurim nuk është vetëm namaz. Vetëm namaz. Adhurim është edhe zemra që i nënshtrohet Allahu te bareke ve taala. Adhurim është edhe namaz, adhurim është edhe haxhi, adhurim është edhe qëllimi i mirë, është adhurim. Adhurim është edhe buzëqeshja në syrin e vllaut tënd, në fytyrën e vllaut tënd. Adhurim është edhe t'ia duash të mirën vllaut tënd atë që ja don vetvetes. Por e gjithë kjo t'jetë vetëm për të Allahut Azza wa Jall. Të mos jetë kamuflazh, mos jetë kamuflim, të mos jetë aktrim, të mos jetë shtirje, por të jetë një vepër e cila është vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Andaj kur do të riktheheni në definicionet e dietarëve se çfarë është sinqeriteti, definicioni më i thjeshtë që është shpjeguar, ka thonë sinqeriteti është që robi të e bën veprën që është duke e bërë vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Të e bën një punë vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Ajo punë a është e zemrës, a është e gjuhës, a është e dorës, a është e materjes, nuk është me rëndësi. Të e bën vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Andaj disa të tjerë kanë thonë sinqeritet është kur robi pa më parasysh sa e shohin njerëzit apo nuk e shohin njerëzit, barabari ka punë. Kjo tregon se ky njeri ka arrit një gradë të sinqeritetit që fare mos ndikon në aktivitetet e tija dhe në punët e tija, adhurimet e tija, shikimi i njerëzve apo mos shikimi i njerëzve, barabari ka. Edhe kur e shohin njerëzit, ai bën punë, edhe kur se shohin njerëzit, bën punë. Të tjerit kanë thonë, sinqeritet është që ai barabar t'i bën punë të veta që është duke i bën, pa marrë parasysh sa e lëvdojnë njerëzit apo nuk e lëvdojnë. Se shejtani ndërhyn në këtë aspekt. Se ndonjëherë kur dikujt i mshon dikush supeve, shejtani e manipulon dhe e shtin me bë punë më shumë. E kur askush nuk e falendron, thotë, këto nuk janë mirënjohës. Këto s'ta vlerësojmë punën e mirë. Kjo është fjalë shumë e rrezikshme, fjalë që ta humb sinqeritetin. Fjalë që ta konteston veprën tënde dhe adhurimin tënd në raport me Allahun te bareke ve taala. Andaj Allahu Azza wa Jall na ka mësuar dhe na ka thonë Kur'an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kjo është kulminacioni i sinqeritetit dhe me zbërthy dhe me përtheku shkurtimisht se si duhet na të jemi të sinqert. Sa duhet të jemi të sinqert? Ku duhet të jemi të sinqert? Thotë Allahu Azza wa Jall, thuaj o pejgamberi, mësoj ummetin tënd. Me të vërtetë, namazi im këtu hin edhe lutja ime, adhurimet e mia, mbështetja ime në Allahun Azza wa Jall, lutja ime në Allahun subhanahu wa taala, kërkesat e mia për Allahun te bareke wa taala. Wa nusuki, dhe kurbani im, dhe haxhi im, dhe umrja ime, dhe jeta ime, gjithë jeta ime, prej fillimit deri në mbarim, çdo frymëmarrje që e bëj, dhe vdekja ime, të janë vetëm e vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të janë të sinqerta për Allah. Kështu, lillahi rabbil alamin. Sinqerisht për Allahun i cili është Rabbul Alamin. Çka do të thonë kjo? Pse nuk thot vetëm lillah, po lillahi rabbil alamin. Me na e bë me dije se ky Zot është krijuesi i gjithçkahit. Vetëm ky meriton që na veprat e tona t'i bëjmë vetëm e vetëm për hir të Allahut te bareke ve taala. Se ky na ka kriju, nëse dikujt kemi borxh për jetën tonë, për shëndetin tonë, për riskun tonë, për mirëqenien tonë, për familjen tonë, për rahatin tonë, për inteligjencën tonë, për mendjen, të mirat dhe gjitha të mirat që dim mi numru e s'dim mi numru. Nëse dikujt kemi borxh, i kemi vetëm Allahut te bareke ve taala. Wa'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Pastaj thotë Allahu te bareke ve taala, dhe adhuroni Allahun Azza wa Jall mukhlisin, me sinqeritet, vetëm me sinqeritet. Dhe atij nënshtrohuni me sinqeritetin tuaj. Kur do të marrim të lexojmë në historinë e njerëzimit, do të hasim njerëz që me vite, 40 vite,
ka agjeru njeriu, shifeni, ka agjeru njeriu, askush se ka ditë se ka agjeru. Kur ka dalën prej shtëpisë, shifeni, as bashorti e vet. E ka marrë bukën me vete, se ka dalë në punë. Rrugës duke shku te puna, ushqimin e vet e ka shpërnda sadaka. E ka shku në punë, kur e ka mbaru orarin, është kthye te shtëpia. Është kthye te shtëpia. Banorët e shtëpisë kanë mendu se kjo e ka hungur ushqimin se e kanë dhënë me vete. Njerëzit që e kanë pas komshi këtë te puna, kanë mendu se kjo ka hungur te shtëpia. Ata kanë mendu se ka hungur ushqim rrugës, ose në punë, ato të punës kanë mendu se ka hungur ushqim te shtëpia. 40 vite ka agjeru njeriu, askush se ka ditë se agjeron. Kur ndroi jetë nipi Aliut radhiyallahu anhu, Zejnul Abidin, derisa në disa momente të disa njerëz, madje edhe e kanë akuzuar dhe e kanë akuzuar me një akuz padrejtisht që i kanë thonë koprac. Kur ndron jetë Zejnul Abidin duke e la xhenazën, e shohin në supët e Zejnul Abidinit një vit të zezë. Supët e zeza ja shohin. Dhe pyesin familjen e vet, pse Zejnul Abidini supët e zeza? Pse Zejnul Abidini supët e zeza? Disa përmendës që as familja e vet se ka ditë. Por, si është kuptu pse i ka pas supët e zeza? Se mas vdekjes së tij, 100 familje në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë fillu të ankohen se kanë bet pa ushqim. Me vitet të tëra, Zejnul Abidini, nipi Aliut radhiyallahu anhu, me vitet të tëra ju ka dërgu njerëzve ushqim të dera e shtëpisë, se kanë ditë edhe ata se kush va sjell ushqimin. Me vitet të tëra, 100 familje, për çdo ditë e çdo natë i ka ushqy. Pa mos e ditë as kush prej tyre se kush është personi i cili ju sjell ushqim. Kur fillun ankesat e njerëzve, u kuptua se Zejnul Abidini duke bajt thast me ushqim në supet e tia, janë nxi supet nga pesha e madhe që ka bajt ushqim grur dhe kështu me radhë, për të ushqy fukarat e Medinës që janë mbi 100 familje. Të ndëruar, tash jemi në këtë muaj të bekuar, ku është muaj i sinceritetit, ku është muaj i adhurimit më të mirë. Zaten agjerimi dhe sinceriteti janë dy adhurime që bashkohen me njëra tjetër. Tjeni të bindur se shejtoni i mallkum. Sinceriteti është shejtoni të mallkum, sinceriteti është gjë që më së shumti i pengon. Andaj Allahu azza wa jalla në Kur'an thot illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shejtoni i mallkum gjithë njerëzimin ka me deviju, përveç se robët e Allahut që janë të sinqertë. Allah na bëft nga të sinqertit. Allah na mundsof që sinqeriteti të jetë ves përbërës i zemrës tonë, i gjuhës tonë, i fjalës tonë, i punës tonë, dhe e lusim Allahun te bareke ve taala, kështu edhe si të sinqert të na ringjall para atij e të na falë, e të na mëshiron me mëshirën e tij të gjerë e të madhe. Walhamdulillahi rabbil alamin.